Ervin Saliani dhe Grida Doma po shndrohen në një nga çiftet më të dashura të publikut shqiptar. I ftuar në një emision ka qenë ish deputeti Ervin Saliani për një bisedë pa filtra mbi kohën e kaluar në burg, aktualitetin në vend, si dhe për dashurinë e tij të jetës Grida Domën. Gjatë intervistës, Saliani u pyet se si ndihet një burr që ka pranë vetes një gruaj që është konsideruar prej kohësh një figurë model në skenën publike shqiptare, si në politik, ashtu edhe tani në televizion. Mes ndjeshmërisë dhe krenarisë, Saliani u shpreh: "Është shumë, është fat, pa diskutim. Është edhe pjesë e krenarisë, por edhe botë kuptimit dhe ndërtimit të gjithë asaj që unë jam. Siç e keni parë, kam mbajtur aspektin personal përgjithsisht të kufizuar në diskutimet publike, por pa diskutim që është pjesë e rëndësishme, pjesa më e rëndësishme e imja", deklaroi Saliani. Ndër të tjera, ai la të kuptohet qartë se marrëdhënia e tij me Grida Domën është jo vetëm një lidhje dashurie, por edhe një bashkëpunim me vlera, vizion dhe mbështetje reciproke. Ne duhet të kujtojmë se Ervin Saliani kaloi një kohë të gjatë në burg, por tani që ka fituar lirinë, dashurinë që ka për Grida Domën e ka bërë shumë publike.